Me rreth 30 tablo dhe grafikat realizuara në vitet 80 dhe 90 të shekullit kaluar, u paraqit para artëdashësve Dursak dhe admiruesve të artit pamor, piktori Muhamet Malilaj. Ekspozita e tij personale e hapur në Galerinë e Arteve Pamore të qytetit titullohet Në Mug dhe njësoj si udhëtimi shpirtëror i artistit në ato vite të rëndësishme për historinë e Shqipërisë. Tablot paraqesin dy këndvështrime të ndryshme të realitetit shqiptar. Vendin e ngjyrave dhe dritës në natyrat e qeta, portretet e tjerë të realizuara në vitet e rinisë së piktorit Malilaj, e zënë ngjyrat bardhë dhe zi që dominojnë në grafikat e viteve 90, të cilat dëshmojnë ditarin jetësor dhe tallazet shpirtërore të tij, njësoj si tallazet që po kalonte populli shqiptar në ato vite të përmbysjes së regjimit komunist dhe krijimit të demokracisë së brisht. Kjo është temë tjetër që unë e quaj romani historik i ngjarjeve të demokracisë, sepse janë 12 fletë, të cilat tregojnë ngjarjet që kanë ndodhur gjatë gjithë ndryshimit që ndodhi në atë kohë. Duke qenë prezent, detyrimisht artisti nuk është politik, por përjeton ngjarje. Dhe duke përjetuar ngjarjet, detyrimisht vijnë emocionet për të nxjerrë diçka. Kurse ato të gjitha janë më shumë lirike, janë studime të shkollës, mbrapa shkollës, para shkollës. Pra, bëra këtë përzgjedhje për mos me përzierë me arti tjetër që do vinë mbrapa. Përgjatë 2 dekadave, krijimtaria e piktorit ka pësuar transformime të dukshme, të cilat konstatohen qartë në penelatat, me të cilat ai ka përcjellë në telajo realitetin shqiptar të atyre viteve. Por krijimtaria e tij artistike nuk ndalet vetëm këtu. Punimet më të fundit të tij, Muhamet Malilaj, pritet si e paradarsit në një tjetër ekspozitë. Ekspozita e hapur pas ditën e së premtes tërhoqi vëmendjen, jo vetëm të njerëzve të artit të qytetit, por edhe turistëve të huaj që e vizituan me mjaft kuriozitet. Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më datë 24 prill.